الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Me të vërtet lavdërimet përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshirbërësin, të na falë gjunahet dhe gabimet tona. Dhe lus Allahun e madhëruar të na mbrojë, të na ruaj nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e punëve tona. Atë njeri që Allahu i madhëruar e udhëzoi me mëshirën e tij në rrugën e drejtë, nuk ka kush mundësi ta devijojë atë nga rruga e drejtë. Dhe atë njeri që Allahu i madhëruar me drejtsinë e tij, me drejtsinë e tij, për shkak të punës së tij të ligë, e devijoj atë njeri nga rruga e drejtë, as kush nuk ka mundësi ta rikthejë në udhëzim në rrugën e drejtë përveç tij. E lusë Allahun e madhëruar të na bëjë prej atyre që janë të udhëzuar në rrugën e drejtë deri në vdekje. Dëshmoj të deklaroj se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë, i vetmi i cili meriton të lutet, i vetmi i cili meriton të përgjërohemi, të përulemi, të nështrohemi, të përkulemi, të friksohemi, të shpresojmë, i vetmi i cili meriton dashurinë absolute me madhështi, është Allahu i madhëruar i vetëm dhe i pashok, dhe se Muhamedi a.s. dëshmojmë është robi i Allahut dhe i dërguar i tij. Thot Allahu azza wa jall: Ya eyyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O të cilët keni besuar, o ju besimtarë musliman, o të cilët keni dhënë besën Allahut të madhëruar, o të cilët i keni premtuar Allahut të madhëruar se do jeni në këtë rrugë deri në fund. Keni frikë Allahut me një frikë të vërtetë. Keni frikë Allahut në zemrat e juaja në rast të parë. Keni frikë Allahut në sinqeritet, me një frikë, me një përkushtim të sinqert, dhe mos disni ndryshe. Kujdesi, të jeni të përqendruar në rrugën e drejtë deri në fund, të jeni të palëkundur në rrugën e drejtë deri në vdekje. Mos disni ndryshe, veçse si besimtar musliman, veçse si ata të cilët janë të nënshtruar ndaj urdhrit të Allahut të madhëruar, ndaj urdhrit të atij i cili i krijoi, të atij i cili i dhuroi atyre gjithë të mirët. Allahu i madhëruar është ai i cili na krijoi, është ai i cili na furnizon me të mirat e tij, ai na mban gjallë dhe vetëm ai do na i marrë shpirtrat tonë. Dhe lusë Allahun e madhëruar që të jemi gjithmonë kujdesin e tij, në mëshirën e tij, në faljen e tij. Besimtari gjithmonë synon dhe shpreson nga Allahu i madhëruar që Allahu ta mëshirojë, ta fali, por i merr shkaqjet e faljes, i merr shkaqjet e mëshirës, e kërkimit të mëshirës, e arritjes së mëshirës Allahut i madhëruar. Jo vetëm ai ndërron të shpreson pa punuar, dhe pa i marrë shkaqjet që Allahu i madhëruar ka ligjësuar në fenë e tij. Që në rast të parë është besimi i sinqert dhe punët e mira. Të dashur vëllezër, Allahu i madhëruar si mirësi nga ana e tij, si mëshirë nga ana e tij, dërgoi për çdo popull të dërguar prej tij, të përzgjedhur prej tij, për të përcjellur fjalën e tij, për të përcjellur fjalën e Allahut të madhëruar.
e cila përmban udhëzim në rrugën e drejtë, përmban dritë, përmban zgjidhje dhe shërim dhe përmban shpëtim nga çdo problem dhe shqetësim dhe nga çdo rretham që njeriu është në këtë botë. Shpëtim për këtë botë dhe për botën tjetër. Allah i madhëruar me urësinë e tij madhështore përzjodhi në çdo popull njeriu më të mirë si të dërguar, njeriu me moralin më të lartë. Dhe nga mëshira e tij tek çdo i dërguar vendosi dëshmi dhe shenja dhe argumente dhe mrekulli të cilat vërtetojnë vërtetësinë e atij profeti. Çdo i dërguar nga Nuh alayhis salam deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhëruar i ka dhënë argumente të shumta, dëshmi dhe shenja të cilat tregojnë për vërtetësinë e këtyre profetëve të cilët janë të dërguar nga Allahu azza wa jalla, në mënyrë që popujt e tyre ta kenë më të lehtë besimin dhe pasimin e tyre. Sepse besimi i profetëve dhe pasimi i rrugës së profetëve është rruga e vetme e cila e shpëton njeriu, e shpëton njerëzimin. Kush pason të dërguarit të Allahut madhëruar, krijues të gjithësisë, ai ka shpëtuar. Dhe kush e kundërshton urdhrin dhe porositë e të dërguarve të Allahut të madhëruar, ai ka humbur dhe është shkatëruar. Allahu i madhëruar i dha Salihut mrekulli shumë madhështore, krijoi prej shkëmbit të vet. Allahu i madhëruar i dha Ibrahimit alayhis salam mrekulli, e cila ishte që kur ata e hodhën në zjarr, zjarri nuk e doqi, dhe ata e panë. Allahu i madhëruar i dha Musa alayhis salam 9 argumente. I dha Musa alayhis salam ndarjen e detit. Sa ishin 12 fise në dall që ngjanin sa më lehtë. Dhe ata e panë. E pa populli i tij, e pa dhe armiqtë e tij. Allahu i madhëruar i dha Isa alayhis salam argumente. Shërimin e smurve, shërimin e të verbrit, leprosurit, ngjarjen e të vdekurve me lenë Allahut të madhëruar. Çdo profet ka pasur argumentet, dëshmitë dhe shenjat që nuk mundet askush t'i përjashtrojë, ishin të qarta, ishin të vërteta se ishin nga Allahu i madhëruar. Dhe mrekullia më e madhe, dhe mrekullit më të shumta dhe më madhështore që është dhënë një profeti janë mrekullit që janë dhënë profetit tonë Muhamedi alayhis salam. Dhe mrekullia më e madhe që është dhënë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam është Kurani famlar. Është fjala e Allahut azza wa jalla. Mrekullia e pavdekshme deri në ditën e gjykimit. Kurani i sfidoi arabët në kohën e profetit alayhis salam, të cilët ishin që shuheshin për oratorinë e tyre, për poezitë që ata thurnin. Dhe ky Kur'an zbriti në gjuhën e tyre, por se ky Kur'an nuk i gjante poezive të tyre, nuk i gjante fjalët e tyre njerëzore. Ky Kur'an ishte minor, ishte fjala Allahut azza wa jalla. Dhe ata ishin në një gjendje që i dallonin shumë mirë gjuhën arabe. Dhe Kurani ishte goditës, ishte mrekullia më e madhe për ata. Edhe pse Allahu azza wa jalla i mundsoi të dërguarit të Allahut çarin e hënës, dhe ata e panë.
Por se mrekullia më e madhe nuk është çarja e hënës. Është libri i Allahut Kurani, që është mrekullia e vetme e pavdekshme. Sepse çdo mrekulli mbaron me vdekjen e të dërguarit. Por se Kurani është mrekullia e Allahut Azza wa Jall që do mbesi deri në ditën e gjykimit. Kush e mëson Kuranin, kush e kupton atë, dhe kush e pason, ai ka ndjekur rrugën më të mirë. Dhe me të vërtetë Allahu Azza wa Jall do t'i japi atij prej argumenteve gjatë leximit dhe kuptimit të Kuranit dhe praktikimit të Kuranit argumente thellëse që i shtojnë atij vetë besim. Dhe Allahu Azza wa Jall i sfidoi arabët dhe tërë njerëzimin deri ditën e gjykimit që të vinë me një sure ose një pjesë ose një ajet. Por se askush nuk pati mundësi të përsëriste ose të shkruante diçka që i gjante Kuranit. Të dashur vëllezër, Profeti alayhis salam pati argumente të ndryshme. Vetë morali i tij, dëshmia e popullit të tij për të ishte nga argumentet më të mëdha që tregonte për profecinë e tij. Ai njihesh në popullin e tij si i sinqert, si besniku. Gjithashtu Allah i madhëruar në librat e kaluar për mrekullive që ka përmendur, pra për dëshmive dhe shenjave që ka përmendur për vërtetësinë e dërguarit të Allahut, është se të dërguarit si Isa alayhis salam dhe Ibrahim alayhis salam kanë dëshmuar për dërgimin ose dërgesën e profetit tonë Muhammed alayhis salam. Gjithashtu që ditës së tij, kur ai ishte ende fëmijë, vjen engjulli dhe vën në gjumë, i qanë gjokë si krahalori dhe i mërë zemrën dhe e lanë atë pjesë që ka hise shejtani madhur, atë pjesë të keqe. Mrekullit që ka pasur profesorën gjatë ditës së tij janë shumë. Burimi i ujit nga gishta, bereqeti i duas së tij kur hanin sahabët në një enë të vogël, hanin në të enë me 10 për sahabë. Profeti alayhis salam nga mrekullit që Allahu i ka thënë atij, ishte njoftimi çfarë ka ndodhur në popujt e kaluar, nga Ademi alayhis salam deri te Isa alayhis salam. Nga shenja dhe mrekullit ishte gjithashtu çfarë do ndodhë në të ardhmen, çfarë do ndodhë në të ardhmen me popujt, me popullin e tij deri ditën e gjykimit. Nga argumentet që gjithashtu tregimi i shenjave të ditës së gjykimit. Argumentet për të janë të shumta. Profeti ka përgëzuar për shtërimin e Aksës, për shtërimin e Romës, për që dy ushtri të mëdha do luftojnë dhe do fitojnë përse ndaj romakëve, dhe ndodhi. Dhe shumë përgëzime të tjera që lidheshin me të ardhmen dhe profecia e tij u realizua. Profeti sallallahu alaihi ishte gjallë, hyri në shtëpi prej arabëve dhe pa të vënë se shtëpia që po angohesh tek ai. Dhe i thot pronari se të veje, çfarë i bën asaj? Sa mundon më tepër se ç'ajo mban. Druri në cilën ai hypte dhe mbante hutbën, pasi e la atë, ai filloi të qante. Dhe të e dëgjoi profetin sallallahu alaihi wasallam. Të qante sepse donte që i dërguari i Allahut të mbante hutbën mbi të. Zogu i cili i kishin marrë fëmijët e saj, pra disa prej sahabëve, në një udhëtim. Dhe nëna fluturonte mbi kokat e sahabëve të profetit dhe i dërguari i Allahut me lejen e Allahut të mëdhenuar dëgjon zërin e Zotit dhe kupton çfarë ai pra me lejen e Allahut dhe thotë kush është ai i cili ja mori fëmijët të Zotit kësaj nëne.
Pra mrekullia po që Allah i madhëruar i ka dhënë të dërguarit e Allahut janë të shumë. Dhe prandaj muslimani duhet të mësoj shenjat dhe argumentet dhe dëshmitë që Allah i madhëruar i ka thënë profetit në përgjithësi dhe pikërisht dërguarit të Allahut, dërguarit tonë Muhammed alayhis salam. Sepse në dobinë që ka mësimi i shenjave dhe argumenteve që Allah i madhëruar i ka dhënë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam është shtimi i besimit. Është shtimi i bindjes për fenë që ti ke zgjedhur. Është shtimi i imanit dhe shtimi i argumenteve që ke ti kur ti je prej atyre që thret në rrugt të Allahut azza wa jall. Dhe besimi të dërguarit në Allah azza wa jall tregohet në pasimin dhe bindjen ndaj tij. Elus Allahu azza wa jall dhe na bëj për atyre që e pasojnë të dërguarin në Allah sallallahu alaihi wasallam në çdo çështje, sepse në pasimin e tij është shpëtimi, është shpërbimi i mirë. Thot profeti Allah azza wa jall, thot sallallahu alaihi wasallam, çdo kush do hyjë në xhenet, përveç atij që refuzoi. I thanë sahabët, kush e refuzon xhenetin? I thot i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam, ai i cili më pasoi mua do hyjë në xhenet, dhe ai i cili refuzon rrugën time, ai e ka refuzuar xhenetin. Elus Allahu ka dhëruar në për pasues të tij deri në vdekje. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Të dashur vëllezër, në këtë muaj, në 12 Rabiul Awwal, pra është një datë në cilën shumica e dietarëve thonë që ose një pjesë të dietarëve thonë që kjo është data ku se ka kundërshtim të dietarëve ku ka lindur profeti sallallahu alajhi wasallam. Por se shumica e dietarëve janë të mendimit që në këtë datë ka ndëruar jetë profeti sallallahu alajhi wasallam në 12 Rabiul Awwal. Dhe për të ardhur keq një pjesë e besimtarëve, për muslimanëve, festojnë ditëlindjen për këtë datë, duke kënduar me flutin që ata pra është i njohur prej shumë vitesh, në të cilën në të ka egzagjerime në lavdërimin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe festimi i datëlindjes ose ditëlindjes së dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam është nga bidatet dhe shpikjet dhe risit në fe. O të nderuar, pse të festosh për ditëlindjen e profetit është bidat diçka risi dhe e shpikur në fe. Është shumë e thjeshtë. Sahabët pas tij, njerëzit që ishin më të dashur të tij, më pasuesit të rrugës së tij, a e festonin ditëlindjen e profetit sallallahu alajhi wasallam? Atëherë, a ka porositur profeti sallallahu alajhi wasallam në një porosi, ose ai vetë e ka festuar ditëlindjen e tij? Jo. A ka porositur dikë që feston ditëlindjen time? Jo. A ka mundësi të ligjësojnë në fen e Allahut azza wa jalla diçka me logjikën tonë se kjo është e mirë, festojnë ditëlindjen e njeriu më të madh? A mundet ne me logjikën tonë të sillim diçka të re në fen? Jo. Atëherë, askush nuk ka të drejtë të vijë diçka që është e re dhe e shpikur në fen. Sepse është prej gjërave më të rrezikshme. Sikur të thuash që i dërguari Allahut e ka lënë ose e ka lënë për sjelljen e mesazhit për gjysmë, jo të plotësuar. Dhe ne besojmë sinqerisht që profeti e selam e ka plotësuar për sjelljen e mesazhit të plotë. Dhe kjo fe është plotësuar dhe askush nuk ka mundësi të shtojë, nuk i lejohet, dhe askush pas tij nuk ka mundësi dhe nuk lejohet të shtojë diçka në fenë e Allahut azza wa jalla. Nëse është diçka që është prej asaj që Allahu e don, do ta kishte praktikuar profeti alayhis salam dhe shokët e tij pas tij. Prandaj, nëse shikoni urime, festime
për të ditë, atëherë me butësi këshilloni atë person dhe thonë kjo është prej bidate, të cilën nuk është lejuar që ne ta veprojmë, është përshkirje dhe fe, të cilët janë të refuzuara. Thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, kush vjen me diçka të shpikur, që nuk është prej vesh, nuk është prej fesë, ajo është refuzuar. Ajo është refuzuar. E lusë Allah në madhëruar të nga bëjë për atyre që nuk shtojnë në fenë e ti, që mjaftohen në pasimin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët e tij. E lusë Allah në madhëruar të nga bëjë për atyre që mjaftohen në udhëzimin që Allah ka zbritur. Dhe i përmban atij, as nuk shtojnë dhe as nuk paksojnë. E lusë Allah në madhëruar të nga bëjë për atyre që janë shoqërues me profetin e selamit në xhenetin e lartë. E lusë Allah në madhëruar të nga bëjë për atyre që janë të vetëdijshëm, janë të dijshëm gjithashtu për fenë e tyre, veprojnë në atë kufi që i lejohet, as nuk shtojnë dhe as nuk paksojnë. E lusë Allah në madhëruar të nga fali gjunat dhe gabimet tonë. E lusë Allah në madhëruar të nga fali gjunat, gabimet tona dhe tërë muslimanët, i fali muslimanët për gjallë dhe të vdekurve. E lusë Allah në madhëruar të ndihmoj Islamin dhe muslimanët kudo që janë, të i bëjë muslimanët nga çdo kurth, nga çdo e keqe që ngrihet ndaj tyre. E lusë Allah në madhëruar të na ruaj nga zjarri i xhenemit, nga dënimi i varrit. Allahu na bëf për atyre që dalin faqe bardhë në këtë dynja dhe Allahu është i kënaqur me ata. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة.